Nuk është në rregull subjekti fitues kryetarin e kuvendit ta propozoj një parti tjetër e cila del nga një grup parlamentar e ka 3 deputet. Faleminderit shumë ambasador Kapiti, mirë mbrëma të gjithëve, zonja, zotëri, motra dhe vëllezër, faleminderit shumë që keni ndonë kohën dhe na keni bërë bashkëson tek këtu në Londër. E di që dikush për juve ka ndonë kohën e punës, dikush të pushimit, ndoshta dikush studimit, dhe është kënaqësi dhe nder për mua që jam këtu me juve dhe vizitën në Londër kësaj radhe po e nisim pikërisht me takimin me juve bashkëdhëtar të dashur, ndërkohë që në 2 ditët në vijim do të kemi takime në kuadër të samitit të Londrës së procesit Berlinit, që kësaj radhe pra përmbahet në kryeqytetin britanik dhe në të cilën mblidhen kryeministrat e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar marrëveshjet drejtanishme, zbatimin e tyre, por edhe rrugën përpara në integrimet evropiane. Do të përpiqemi maksimalisht deri në ditën e dielmës lartë, do të hanën smuju përgatitur. Ose kemi qeverin ose kemi. Prandaj në këto ditët e mbetura jemi të komuniku, jemi të bisedu. Nuk është kollaj se s'di si me u shpjegu, ndoshta pak e keni ndjellë vet, po është intoksiku atmosfera shumë. Ka shumë xhelozie, inat, sinizëm, shumë se ide, punë, pasion. Por jemi ku jemi tash këtu, edhe do të përpiqemi që ta bëjmë. Qeverinë përndryshe, siç po duket, alternativa do të shkojmë zgjedhje prapë. Ose do ta bëjmë në qeverinë, ose do të shkojmë zgjedhje. Nuk po duket që opozita ka vullnet dhe as synim për qeveritë të tyre alternative. Pra në njërin anë, kryeministër, në njërin anë, ti pa kokën e fortë edhe ti se 2 javë përpara mund të më bëme nisme. nuk është në rregull subjekti fitues kryetarin e kuvendit ta propozoj një parti tjetër e cila del nga një grup parlamentar e ka 3 deputet. Çfarë trashëgimie institucionale po lëm ne, nëse për mu bo Albin Kurti me çdo kusht, edhe një herë kryeministër, e bën dikon që ka 3 deputet kryeparlamentar. Rinia e Kosovës nuk dën çështë. Plum! Herën e ardhshme dikush thot, ai ka pas 3, unë i kam 4. Atëherë çfarë po bojmë? Ku po dojmë me shku çështë? Unë jam dakord, unë jam dakord, unë kum bë koncesione, kum bë kompromise, kum bë koalicione në kaluar. Por diçka që është e logjikshme racionale. A kështu, nëse dikush menon që ma ka qetë ditën mu, atë të pasohet me partin Guxo, e cila e ka 6 deputet, ne jemi marrë vesh me pas 2 ministra. Në këtë mandat, që s'po përfundon, po përfundon mas lartë të tij, kanë qenë Donika Gërvalla, Ministria e Punëve të Jashtme të Diasporës, edhe Fatën Pec, Ministri i Bujqësisë, Pulltarisë dhe Zhvillimit Rural. Tash me 6 deputet, 2 ministra. Unë kom qeni gatshëm nismës, mja dhonë me 3 deputet, 1 ministër, nën kryetarin e kuvendit, vetëm pak. Po t'ish bojnë Bulena Haxhiu, kryetare e kuvendit, Fatmir Limaj ka mund më bojnë nën kryetar kuvendit. Se duhet kryetari dhe nën kryetari me qenë qenive të ndryshme. Para mendoj këtë situatë, ku Bulena Haxhiu bëhet kryetare e kuvendit, Fatmir Limaj bëhet nën kryetari e kuvendit, se i ka pas 5 fish vota ma pak se Bulena. E kish marrë 1 ministri edhe 2 zëvendës ministra. 4 pozitat nënta me 3 deputet. Që kjo është racionale. Maksimumi ku mund shkoj.
ama ti mu shtos ta kum gjetën e ditën. Faleminderit, po. Është për koalicionet në perëndim thojnë Kingmaker. Po veç King. King është Charles III. Jam kryeministër detyrë. Pra, edhe një herë. Kingmaker, po është Kingmaker nuk është King. A që ashtu? Kështu që njerëzit kur menojnë Kosovë që disa prej tyre që ta kanë gjetë ditën, në emën të Kingmaker do më bo vetë King. Por nuk ka King së është Republikë Demokratike. Që unë s'po bojnë fare kryeministër. Besoni, unë nuk du milion e rinisë të Kosovës trashëgimi që për më bo unë e vetë me çdo kusht kryeministër, dikuj që i pa 3 deputet, jalla kretarën e kuvendit. Kjo është tërkeqje komplet sistemi. Rrjedhimisht, neve na mesin 2 rrugë përpara. Ose duhet mi pas kërkesat racionale në përputhje me peshën që e kim popull, për shkak kjo është një mundësi, çush e ki peshën popull, bëni kërkesa. Jo ta kom gjetë ditën. Ose, jeti me fitu sekret, edhe bënë gati për zgjedhashme. Ama nuk mund është tërë, se po të vyjnë të 2-3 deputet, unë ta marë, se me më këto. Lehtësia me cilën panelet gjyqësore dhe gjykatat në Kosovë e certifikojnë listën sërbe, po ashtu është brengosë. Pra, dhe me thënë, vullneti popullor po është ndryshe, po mandej po i ki disa individ në për gjykata, të cilët po përfundojnë duke peshuar më shumë se sa demokracia edhe vullneti i qytetarëve. Ne do të përcjellim me vëmendje çka do të ndodhë në 4 komunat në veri. Ajo çfarë mund t'ju garantoj juve është që kthim në status quo ante nuk ka. Qofë si kryeministër në detyrë, qofë si kryeministër tash i kemi 9 baza policore rrugë i kufinit, afër 40 rrugë ilegale në mbyll, është konfisku sasi e madhe armatimit edhe municionit, nuk ka asnjë grup, asnjë individ që janë më të fuqishëm se sa shteti i Kosovës. Ata do të përpiqen na sfidojnë. Mirë po, kush e sfidon shtetin, do të përballet me fuqinë e shtetit drejt. Edhe unë besoj që shteti drejt e fiton. Në fushatën e tyre lista sërbe, për shembull, në njërin prej fjalimeve që kanë bërë aty, 9 herë përmend emrin tim. Po, kush duke garuar zgjedhje lokale me qeverinë. Ai është garuar po kryetar komune. Çka kemë mundja aty? Kryetar komune, me romatet që është kryetar komune që po këshim janë zonë vende. Se po merret me kryeministrin, qoftë në detyrë. Keni afat deri të dielën, ndërkaq 2 javë më vonë, pra me 9 nëntor, e kemi edhe raundin e dytë të zgjedhjeve lokale apo komunale në Kosovë, sepse një mori komunash janë të tilla që në raundin e parë nuk është përcaktuar fituesi ende. Partneriteti që kemi me Mbretërinë e Bashkuar shtrihet edhe sa i përket ekspertizës, trajnimeve të ndryshme, pra se si të bartet dija edhe teknologjia edhe për Mbretërisë e Bashkuar në Kosovë. Një pyetje kam. 3 shkronjat e arta UÇK. Pasha zotin me 100 herë të këqyrin ju qupë kur ju thua tyne votonë muhe se unë nuk e votoj gjykatën speciale. Dhe mund gjithmonë ke qenë edhe për ata edhe për veti. Por tash ka orë koha pak ti bësh do lëshime, ti bësh do ndryshime, edhe ata 4 komandante atje që janë duhet bësh diçka. Ato që ja kalojnë, por sa do qenë, sa do politikat janë kundërta me tuat, ti duhesh
të danishit japë diçka. Ministri kam pas një takim të përbashkët me avokatët. Me avokatët e të gjithë të luftarëve të UÇK-s të cilët janë në Hag. Për mendimin tim, mas miri kishte qenë me qenë mbrojtja e përbashkët. Jo avokatët e ndryshëm me i pas luftarë të ndryshëm. Po tash ata ashtu kanë vendosur. Mbrojtja në anën tjetër e ka marrë një orientim të caktuar qysh me i mbrojt. Unë nuk mund të përzihem atë. Tash, e kuptoni, është vështirë për mua dhe me folë, se çka do që të them, unë do të me pas kujdes mos me bodam. Besoj po më kuptoni. Por ajo që është kërku për neve, me të gjitha faturat që jenë kërku, jenë diku në ofër 36 milion, ofër 35 milion euro, të gjithat jenë pagu nga Ministria e Drejtësisë, dikur me Albulin Agjion, tash me ushtruesin e tyres Bjerim Sallon. Shkojnë, unë kum qenë vetë në për procese gjyqësore. Në Serbi, mas një Jun Miku, mas një Oleksi, mas një edhe të Kosovës. Unë s'kom marrë avokat kohë. Asë njërë s'kom pas avokat. Ndërmarrje për bashkët kriminale. Absolutisht jo. Ose unë e kam kritiku para 5 vjetëve në mënyrë të hollësishme në një konferencë për media pretendimin për burgosje ilegale nga ana UÇK-s. Cili është pozicioni yt legal nga i cili ti konstaton që UÇK-ja pas ka bërë ndalime ilegale. Të tillë drejtësi. Shumë kollaj kemi tepër shumë gjyqtarë, të cilët kur ndojnë drejtësi, i këqyrin qehret e pojnëve. Qysh po dopen pojnë. Ti duhet të shikosh ligjet, procedurat, rrethonat, argumentet, faktet. Jo qehret e pojnëve. Edhe gjykata speciale, në Shqipëri, SPAK-u, dyqysh ne shqiptarët me drejtësinë se s'po dim t'ja dalim për vetën tonë, nuk është kjo punë për dikë tjetër, për vetën tonë. Por që besa edhe krimet e luftës, që na janë bërë ndaj neve gjatë gjenocidit serbisë, sa janë ndjekur këto vitet e fundit, nuk janë ndjekur më herët. Kemi humbur kohë të vlefshme, sepse dëshmitarët edhe viktimat po mplakën e që besa dhe po vdesin. Prandaj po them, shumë është me rëndësi ne me fillu me besu, po edhe me fillu bashkëdhetarët tonë, kuadrët që janë më të larta në aspektin e ligjit, të jurisprudencës, të gjykatave, me kriju një lidhje që me ndihmu edhe Shqipërinë dhe Kosovën me kuadrë. Besoj, kjo është shumë rëndësishme. Në anën tjetër pse thash arsimi, ku jetojnë shqiptarët, ta ngrisim në një nivel të ri dhe tjetër cilësor çështjen e drejtësisë. Në Kosovë kemi ta zënë 200 prokurorë edhe 400 gjyqtarë, gjykatës. Edhe nga njëherë kemi problem me mungesë kompetence, nga njëherë me mungesë integriteti, nga njëherë të dyja këto, por aq shumë është investuar nga faktorë të kombëtarë. Filmi edhe Skydagger nga Turqia që ndronë luftara kamikaz, sepse është shumë të rëndësishëm për ta mbrojtur territorin tonë, e i cili sot që po flasim mund të them se nuk është i rrezikuar nga grupet kriminale, struktura paralele ilegale të Serbisë, i vetmi rrezik që kemi është inkursionet, invazionet, sulmet prej jashtë. Prandaj sot në Kosovë siguria është siguri e kufirit. E kufiri me Serbinë kemi më të gjatin nga të gjithë fshinjtë e tjerë, me mbledh bashkë kufirin me Shqipëri, Malin e Zi dhe Maqedonia e Veriut është dikun rreth 360 km, nga 380 km në Serbi. Pra kufiri është më i gjatë me Serbinë sa me këto 3 vende tjera marrë së bashku, e neve na duhet ta mbikëqyrim mirë kufirin, po i kanë 48 bazat përparme në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka vendosur sanksione ndaj Rusisë, Bielorusisë, Iranit dhe Hezbollahut. Dhe nuk jemi më një shtet pas konfliktit që e mbron NATO-ja,
thjesht ne kemi NATO në Kosovë, mirë po ne gjithashtu edhe i dalim zot vetës sonë, sepse nuk mund të bësh aleat i dikujt pa qenë dikush. Për të bërë aleat i dikujt, duhet të bëhesh dikush. Unë besoj që edhe në aspektin e rritjes ekonomike, edhe në aspektin e mbrojtjes së sigurisë, po bëjmë bashkërisht si popull, si institucione, si shtet, hapa përpara në këtë drejtim. Është ndarë buxheti dhe kemi blerë pajisje, sigur se për shembull Javelin anti-tank, ne kemi shumë të nevojshme sistemin e mbrojtjes kundër sulmeve të ndryshme që mund të vinë nga ajri, sa që në nevojitën neve avionët. Tash e dini se është Kosova jo, nëse ngritet aeroplani për 5 minuta deri në Shqipëri, kështu që neve më shumë na duhet një mbrojtje kundërajrore për aeroplanet të tjerëve të buxhetit. Tash, unë kuptoj që s'krahasohemi dot me vendet fshinje si puna e servisë, po në raport me vendin tonë në Shqipu, është 4 fish më e madh. Dhe nëse ju kujtohet para 5 vjetëve kur në rajonin si na krahasu. Para 5 vjetëve Kosova ka qenë ja e fundit, ja e para fundit, pothuajse në gjitha fushat. E tash ka jo pak fusha ku jemi ose portë së kemi pasur një rritje impresive ekonomike, mes 3-6% të bruto produktit vendor, asnjëherë nuk ka rënë në 4%, ndërkaq në çerekun e dytë si vjet, rritja ekonomike ka qenë 4.58% të bruto produktit vendor. Rritjen ekonomike nuk e kemi ndalur të shteti, kemi shpërndarë të popullsia, sidomos nënave e fëmijëve, parë dhe investimeve ekonomike, ku po përpiqemi që sa më shumë të kemi investime britanike në Kosovë, por natyrisht këtu bashkëdhëtarët, ju më gati dashur jeni ura kryesore, sepse pikërisht nëpërmjet investimeve t'juja, nëpërmjet besimit që ju keni në Republikën e Kosovës, krijohet ajo ura e cila e rrit më pastaj edhe besueshmërinë e vendit tonë në botë, por në të njëjtën kohë kemi edhe takime për raportet bilaterale midis Kosovës edhe Mbretërisë së Bashkuar, që janë të shkëlqyeshme, por gjithmonë duhet gjetur mënyra se si ato të thellohen dhe të zgjerohen. Janë 3 aspekte kryesore të cilat janë marrëdhëniet tona me Britaninë e Madhe. I pari është ai i sigurisë dhe i mbrojtjes, ku ne jemi shumë falendërues për rolin dhe kontributin e Mbretërisë së Bashkuar, për popullin e Kosovës, për kombin shqiptar, në veçanti për kontributin e tyre në NATO, si gjatë luftës ashtu edhe pas saj në KFOR, dhe për bashkëpunimin që e kemi edhe sot kësaj dite, Republika e Kosovës me Mbretërinë e Bashkuar në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Kemi filluar bisedimet e marrëveshjeve për këtë gjë, është edhe blerja e helikopterëve të famshëm amerikan Black Hawk. Tjetër çfarë desha të them është që krejt këto kanë qenë të mundura sepse kemi mbajtur deficitin buxhetor të ulët. Kur kemi marrë qeverisin pranverën e vitit 2021, kena pas deficit buxhetor mbi 500 milionë euro, ndërkaq tash deficiti buxhetor është më pak se 25 milionë euro. Ndërkaq e kemi zvogëluar për çerekun e vet, edhe borxhin publik, dhe borxhi publik në Kosovë vetëm 17% të bruto produktit vendor. Do, e ishte relativisht i vogël, atëherë ke shumë vështirë që të bësh marrëveshje të hajrit. Këtë e kemi bërë ne. Gjatë këtyre 4 viteve është interesant që kemi përdorur një lloj qasje që besoj ka qenë e dobishme, sepse kemi marrë borxh me kamata edhe më të ulta për shembull sa Gjermania. Për shkak se kemi marrë borxhin kur është dukur që s'pana në vitet. Edhe shumë prej Kukësit vinë në spitalin e Prizrenit. Edhe aty shërohen. I kemi 26 vendkalime të reja kufitare Kosovë-Shqipëri për mbi 200.000 banor të zonës kufitare. Çka duhet të bëjmë përveç në rrugëve që po i ndërtojmë, Blenisht, Zapod e kështu me radhë, është e domosdoshme turizmi rural të zhvillohet.
Prandaj, në bashkëpunim me Shqipërinë, jemi duke u përpjekur që në vitet në vijim ta zhvillojmë turizmin rural. Por projekti kryesor që kemi në Shqipëri është kjo Hekurulla Prishtinë-Durrës. Është bërë fizibiliteti, është përcaktuar trajektoria, edhe do të jetë rreth 3 miliardë euro investimi. Me që rast përbrenda është segmenti Gjakov-Shkodër, që është zemreku i kombit shqiptar. Edhe Hekurulla do të mund të lidhet mas nej me këtë koridorin 10, që është prej Hanit e Lezit në fushë Kosovë, Mitrovica dhe Leshak, e nëpërmjet Shkupit edhe me koridorin 8, që lidh Durrësin me Sofje edhe me detin e Zi. Kjo është tetë rëndësishme për sigurinë